Në hapjen e ekspozitës e piktorit Idris Berisha u çmua kontributi i autorit në për të gjitha periudhat në të cilat ka kaluar vendi, po ashtu u vlerësua lart ekspozita pikturave të tij, të formuara si në aspektin kompozicional dhe koloritit shumë të këndshëm. Idris Berisha, përveç se është piktor, është i njohur edhe si veprimtar i kulturës, si skenograf që ka bërë shumë skenografi. Pastaj edhe si poet kohët fundit që ka botuar 2 libra të poezive. Ajo që e dallon tash në këtë ekspozitë, ata që dashamirë të artit. Vren se një karakteristikë, ndoshta ngjyrat e hapta qelura shumë. E rujti atë fijen e tjeru në furk pleshit një nane malsore, e rujti tytën, e rujti fishekun, e rujti burnin, e rujti menqurin, dhe gjitha këtu sot ne i ka falë në këtë ekspozitë që nuk është vetëm kjo një pjesë, një dhjetë asaj se për pjesa tjetër po përgatitet më shku në galerinë e artëve në Tiranë. Për piktorin Idris Berisha është kënaqësi e veçantë hapja e ekspozitës në komunën e Gjakovës, në një qytet ku arti dhe kultura zë një vend të rëndësishëm sipas tij. Unë zakonisht trajtoj temat të cilat kanë mbështetje në trungun tonë kombëtar, duke përfshi etnografinë tonë që është jashtëzakonisht e pasur, veshje të ndryshme, gardhi, dyrt, mikpritja, njerëzit tonë, domethënë e gjitha ajo që na rrethon dhe preokupon. Piktori Idris Berisha me ekspozitat e tij personale dhe kolektive ka marrë pjesë përpos Kosovës, Shqipërisë së Mallit të Zi edhe në vende perëndimore, si në Zvicër, Francë dhe në Gjermani.